Po, normale. Po dhe natë kuponi ka thë kush është Albulina Haxhimuna për caktu neve ka në vendosur. Edhe kush u bo krytori kuvendit atë. Kush u bo krytori kuvendit atë. Qaj ka Dreveseli për cilën ka thonë aja ju u bërë. Po kësur bi ba numrat a qënë zjedhje. Lëti ba numrat të vendosja po të Po shkoja zjedhen qitë konë, unë e besaj që ka me shfrytzu qitë kartë. Se të më kanë bloku në diçka që realisht unë kanë drejt kushtetuse. Te qeveria. Nuk shkruan ato që e propozon. Unë nuk thash që kanë obligim me votu, po kishin mujt me fitu si jam të thonë kush përfiton. Se ideja morë veç të kalkulimet politike. Drenar, heqet logjikin që në momentin që një subjekt politik ja prish timin e dohonit Albin Kurti dëmtohet në zgjedhje. Ju për se në koqa është përsa i pa njeri 50%, po e kemi histori. Po ajo 51% ajo ka qenë mos të shkuse. Ajo ka qenë vënd të shkuse 2021. 2025 është reale. Edhe plus masën qeverisë e Rësot është si thellë. Rësot është si thellë, unë si opozit, unë si parti opozitare me mendit shnosh kësha thonë, ju nuk është kua me u përsërit zgjedhjet sepse kërku në bukë. Dhe që në Rumani ka që kështë propozu. A di që ka ndonë në Rumani? A di që ka ndonë në Rumani? E dim. Ka shmjotu dhe në të këtë punë. Ma në përsa është mjotu. Po ti shto për propozon. Jo, po ta është me thonë lelet mushët haram për neve që thu ndrenic, letë qeveris prapë se veç ashtu mujna me amor për shtetin. Ju të ju bloku me po institucionet se 2020-a. Dhe 2021-a ju ka tregu që a i ndonë nëse e bloku. Pse mos me nru kandidatën? Pse mos me nru kandidatën? Ka që s'dojnë ata? Ata ka drejta me më nëminë. Po zjedhe po zjedhe, po kush përfiton ma zjedheve. Ideja është kush... Kush të më apedima me vole kur. Jo, po jam pak Patreonve, zotë dhe iri. Jam Patreonve në shqetë, në skalive. Kjo së bajtu me mu. Po debatojmë. Menoj që Albin Kurti dhe vetë vendosja është partia vetme për i këtë partive në spektrin politik global, parti që janë cilësu si populiste, që edhe kjo është parti populiste, e cila në mandatin e parë, do thot nuk ka arrit me fuqizu pozicionin e vetë, edhe ka aramje. Kjo nuk ka ndodhë kërkun, nuk i ka ndodhë as Trumpit, nuk i ka ndodhë as në Rumani që e përmendet jas. Kërkun nuk ka ndodhë kjo. Do më thonë, këto forca populiste gjithkun kanë performu ma mirë në mandatin e dytë edhe në zgjedhjet e ardhshme. Edhe ky ka performu jashtëzakonisht keq, edhe kjo... 25% elektoratit. Edhe po do me shumë zgjedhje, sepse është shumë keq. Edhe shkon edhe shkon... Zgjedhjes po do me. Këta... Skoqare pa shumë. Shiko. Ja, zgjedhjes skoqare. Zgjedhjes po do. Shiko. Jo, në mendoj që është e kundërta. Ai kanë harxhu këtë kohë. Deklarata prej zyrtarëve të vës. Ja që votu konstituimin e kuvendit, unë besoj që ish dosha për pisheqerit. Pa deklarata prej zyrtarëve të vës që janë të interesuar me shkuën në zgjedhje. Ky Orber Ata duhet edhe me thonë që ata duhet të thonë se ata nuk e kanë përjashtu. Nuk e kanë përjashtu. Po di që kanë me hub edhe më shumë. Përjashtimi ka vënë dy këja se nuk e nza mirë dhe atë këja. Vitin 2017 është e viti 2017 dhe ato kur pa 2014 ka qenë ka Dreveseli, mirë po këto është poni. Koalicioni Partisë Demokratike me Aleancën dhe me Nismën. Dhe në 2017 e kemi pasur në qershor i kemi kryer zgjedhjet. Në korrik është certifikuar rezultati, diku ka mesi korrikut, ndërsa më nën shtator e kemi ndryshim zoti Tahir sa herë një minoriteti serb, një lista serbë ka pas po hen, ato është problemi po. Le licenca çush po hen, as pishë vetë guvernat ato. Do të shpeshë koordinuar. Po dolim me Juve. Ku po dolim me ne? As po dol, ndaj bashkë Edhe po përshëndetet këtë kështu grotësisht. Jo, por unë pak se në publik. Vetë do nika kërvollën te Dranar. Unë pak. Vetë mimozën, kalzën mimozën. Çish ta kohën. Kjo parti e cila e ka fituar zgjedhjet. Leoni më pak se nuk i ka pasur. Po rrezik, po jam pak se kjo parti. Bravo. Korrë shitje jashtë foktëm na reagojmë. Mos më harro kur ta përmesh listën serb, s'ka mos më harro vetë qisin edhe mimozën. Do të thonë listën serb korrekt. Miren. Se s'ka lidhje, me po rregull. Momentin për akuzojnë edhe parti tjera që kanë bashkëpunuar me ta. Po mos ma harrë, mos ma lea ona është edhe mimoza. Do të më koni rregull, që përmendë për shembull lista serb, s'ka më thonë miqtë mimoza Kosorit. Kryeministri Kurti në momentin që do t'i kishte pas numrat për kryetar kuvendit, paçka se le të themi e kanë marrëveshje me zotin Limaj që mund t'i kenë numrat për qeverinë, atëherë në momentin ai jam i bindur që zonin Haxhiu do të kishte larguar nga gara dhe do t'i kishte hapur rrugë krijimit të qeverisë. Dhe në këtë rast zonja Haxhiu është një lloj barikade
ku nuk dënë me marë atë nxehtësia kur të vjen të koha fateve, nuk dënë me konë të vetja atina, mirë po dënë me qenë pikërisht të zonja Haxhiu. Dhe ne mendojmë, dhe ne mendojmë që zonja Haxhiu nuk mund ta votojmë si po për çfarë tregoj. Pas kësaj na sa ngërçi është më pak i dëmshëm se qeveria Kurti 3. Në shtopa du me to, është ma pak i dëmshëm. Sepse qeveria Kurti ngëm, qytetarët nuk e kanë votu me orë një mujë ma zgjedhëve me të arriqimi në energjisë elektrike. Pra nuk e kanë votu për këtë. Qytetarët kanë votu për me vjetë, po, ju jeni të e bo domin bujtësia, e po, 60 milion euro. E kanë tranu pa leken 53 milion, 53 milion, 53 milion, edhe që ka të bëj me penalti në ekzekutime një rrugë. Sot njerit ta kanë nënshu kontratën që janë 60 milion euro dëm që të bonë që nëse shkput kontrolën i bën dëm buxhetit Kosovës. Prandaj këto janë krime. Dëgjoj, po jo, nuk janë tu, dëgjoj, çdo krime, çdo krime fabrikën e shtetit 8 milionë. Dëgjoj, çdo krime nuk janë tu ndodh, dëgjoj, çdo krime. Po mirë, dëgjoj. Çdo krime nuk kanë ndodhur. Çka justifikimi ja kanë ndodhur më herët. Ata kanë le të vjedhën edhe këta. Sa tash le të vjedhën. Më herët do vjedhën. Nuk e tha. Çdo krime, këto nuk janë të faktuar me përsa në kohë vendim gjykate. Zoti Denori, shpara këtyre kërkosh rezerva shtetërore në ka vjetë. Millin e qytetarëve se ka vjetë. Kurti me i kriju institucionet. Me bo qeveri qoftë edhe me listën Kuzhenieri ka bën shkile ligjore se ju dini çka kish pas bora mushi për çështjet e shlo shtetin pa rezerva. Pas kjo është çka po. Çka po me bora atyre. Ish pas kohë ty financë këtore le mos mollën se nëse shteti është konkret rezerva pas bora. Lavo ban sa duhet. Kto ko fokte konkrete. Ridvan Muharremi ti ka vjetë rezerva shtetërore. Me pandemi, pasaj patëm krizën me Ukrainë, kur patëm rritjen të çmimeve. E ka thënë edhe Zelenski, po vjen kesh thash ka ju shaktuva. Se ta përfundon me veli. Ja smuna me kalu çdo. Kriza në Ukrainë, po thonë. Vetë vendosja ankohet që kriza në Ukrainë ka dëmtuar dhe se ka lënë krejtë në rajonet, dhe kesh të dhe Zelenski ka një të keq, ka i bën që qëlloj për të shku. I jemi prek për krizës. Është një situatë shumë kritike, ka një krizë atje në Kashmir, India, Pakistani. Ka afekton qeverinë. Zoti Drenuri. Qeveria Kurti 3 nuk ecë mas konfliktit Indi-Pakistan. E kalon Kosovën me 250.000 qytetarë më pak. Qeveria Kurti me 250.000 qytetarë më pak e kalon Republikën e Kosovës për 4 vite. Paranon shkurti djeti fol. Paranon shkurti. Tani ka dhënë shkurti. Mo tani ka dhënë shkurti. Po pastaj ka humbur 25% elektoratit vet. Pastaj ka humbur 22. Zoti Kurti mendoj që është jetike për të dhe për anëtarët e tina për me marrë pozicionin e kryeministit dhe të ministrave mos me u deklasifiku kontratat sekrete.